Mesditjen e së njëjtës është përfshirë nga flakët e zjarrit gropa e grumbullimit të mbetjeve urbane të qytetit e fshatrave që ndodhet mbi fshatin Mamës të Kukësit. Vatra e zjarrit, sipas shërbimit të zjarrfikës, ka rënë në hyrje të këtij vend grumbullimi, ndërsa flakët janë prahapur duke mbuluar me një re tymi të gjithë zonën, por edhe duke ndotur zonën. Ende nuk di se cili është shkaku i rënies së flakëve. Mësohet se zjarrfikësit kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve duke ndalur përhapjen e tyre, pasi gropa e grumbullimit të mbetjeve urbane rrethohet nga masive pyjor me dushqe, ndërkohë që prania e erës mund t'i favorizonte përhapjen e flakëve. Nisur nga ky rast, Bashkia e Kukës të gjithë qytetarëve ju bën thirrje se zjarrdhënia e qëllimshme përbën një vepër penale, prandaj ju lutemi tregoni kujdes dhe mbroni pasuritë natyrore dhe mos i shkatroni ato, thuhet në mesazhin dhe thirrjen e Bashkisë Kukës. Ky është rasti i tretë i rënies së zjarreve në Kukës gjatë kësaj vere. Më herët nga zjarret u përfshi mali i Gjallicës, bjeshkët e Skavicës, si dhe një banesë trekaqe në lagjen 3 të qytetit.